Shikues të nderuar të televizionit Koha, jemi me mysafirin e radhës në emisionin Oda Tetovare, zotëri Jashar Sejdiu. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Atëherë, Oda Tetovare grumbullon njerëzit të cilët kanë kontribuar për këngën, për folklorin, sidomos ata të cilët kanë kontribuar për folklorin e rajonit të Pollogut. Në thoni atëherë shkurtimisht që sa kohë merrni me këngën dhe me kultivimin e folklorit. Njerë për fillim ju përshëndes dhe ishte fjala të Oda Tetovare, dëshiroj që Oda Tetovare të ketë ka një nismë të mbarë dhe të vazhdoj kjo nisma dhe të jetë sa më e pasur me bereqet. Kur them me bereqet, të jetë sa më e pasur me këngë të trevave tona. Ne bashkë me vllau Nidetin kemi filluar të kultivojmë këtë këngë që në moshën tonë rinore, do të thënë para 20 vitesh, 4 decenje e këndej, kështu që prej fillimit deri tani jemi munduar të ta kultivojmë këtë këngë tetovare, duke e parë se ne kemi pas fatin e mirë që të jemi edhe gjurmusit e parë që e gjetëm këtë dzeje, me një fjalë të themi këtë pasuri që ka Tetova në përgjithësi edhe Pollogu, dhe kështu që u përqendruam atij dhe a ditë sot ne jemi duke kultivuar këtë këngë. Thatë se folklori ka shumë folklor në rajonin e Pollogut. Mendoni se është gjurmuar deri tash si duhet apo ka nevojë më shumë? Shiko, nuk është gjurmuar deri tash. Aq sa duhet, bile duhet gjurmuar ende më tepër. Mirë po, më vjen shumë keq që edhe me përgjithësi po e them se atë gjurmim jemi duke vazhduar edhe vllau dhe kam dëshirë që të ketë edhe gjurmues të tjerë që edhe më tepër të pasurohet, sepse çdo fshat i trevave tona të Pollogut ka do të thënë këngët e veta, ka specifikat e veta, kështu që është një laramani shumë e madhe. Por ne, edhe pse duke parë se është mangët, do të thënë nuk ka të tillë folkloristë apo këngëtar që ta ndjekin, ta gjurmojnë këtë këngë, apo kompozitor, muzicien, ne jemi munduar me vllau që të shëtisim të gjithë fshatrat e Pollogut dhe më gjërë që ta pasurojmë pak këtë melos. Ne do të dëgjojmë një këngë së bashku dhe pastaj do të flasim sërish për folklorin në rajonin e Pollogut dhe biografinë dhe veprimtarinë tuaj. Megjithëse. Stella
shken e gjate, brajke deri plakon more gjall, pse thot nuk te jape. Pse thot nuk te jape. Tjetër kund nuk shkojo more djall, tjetër kund nuk shkoje, pa ti s'muj tjetojo more djall, pa ti s'muj tjetoje. Pa ti s'muj tjetoje. Mirë, atëherë ju tace që 20 vite merrni me këngë, në thoni sa albume keni realizuar dhe për shikuesit tonë do të veçoni ndonjë këngë e cila ju flet më shumë në zemër, që është e rajonit Pollogët dhe që është e marrë pikërisht nga thesari i folklorit. Po ne në karrierën tonë 20 vjeçare, siç tham, kemi grumbulluar një numër të madh të këngëve dhe shpresojmë se të gjithë këngët kanë qenë të bukura, të mira, që çdo kush që e ka dëgjuar, bile dhe shumë këngëtarë kanë marrë dhe i kanë kënduar dhe janë bërë hite ato në gjithë treva shqiptare. Ne si këngë që do të veçojmë për shembull këngën Moje rëho dhe gjatë. Ajo është këngë që ne s'parherë kemi filluar, pastaj ju pa portur pushim telat, dadet është skutaçe me Lara, skutaçe copë stopa topa, unë një mollë ti një dardhe, e shumë këngë të tjera që edhe nuk më kujtohen edhe më tash. Këta janë këngë pikërisht Pollogët. Po, këto janë pikërisht Pollogët dhe kemi shumë këngë që kemi marrë, por vetëm pak i kemi modifikuar. Duke vetëm pak, domethënë se më tepër nuk mundesh për shkak se i humb ajo burimi. Mirë po, shumicën e këngëve kemi të lënë ashtu si i kanë kënduar të parët, nanat, motrat, gjyshit tanë, stërgjyshit tanë të parë, se thamë se është të tova dhe Pollogët është e pasur mjaft me këngë burimore. Atëherë propozoj ta dëgjojmë edhe një këngë me legjendë, të rikthehemi sërish në bisedë. Ofri ditoj
Pas kësaj këngë jemi rikthyer me bisedën me Jashar Selim. Do të thotë gjatë gjithë karrierës kemi kënduar bashkë me vllain, do të thotë pse pikërisht në duet zgjodha që t'i këndoni këngët e të tonës. Unë të them me plot përgjithësi mirë që më bëre këtë pyetje, se këtë pyetje s'ma ka bërë askush deri sot. Po që se kënga tetovare nuk e ka edhe duetin bas. Ajo është këngë tetovare. Mirë po nuk është ajo që duhet të kompletohet si me tekstin edhe me melodinë. Sepse disa herë kompleksin e trashëgimit kemi nga Gjyshion. Gjyshion ka kënduar gjithmonë me përcjellje, iso, me zërin e di që i themi ne. Prandaj, ne duke jenë ndjekur atë, edhe bile nuk ka shkuar një kohë shumë gjatë ta presi Hidajetin, që të bëhet me zërin e ditë për shkak se mungonte me zëri i ditë. Unë t'jam baje zërin e ditë aty nuk musha për shkak se ky zëri më të holl ishte më i risone, kështu që u detyrova ta pres unë. Mirë po, kur e pam se është pjek me mbaj zërin e ditë dhe ja fillova dhe atëherë e kuptuam se me të vërtet është tamam tabanin e vetë kënga puro tetovare. Atëherë do të thotë nuk është rastësisht që jeni duet, ashtu? Nuk është rastësisht. Neve një këngë do me thënë, po që se nuk e kemi njëri tjetrin, ne më mirë me thënë nuk e kam janë në krah. Ashtu edhe kënga e ka bërë. Do të thotë, a ka qenë e vështirë kjo do të thotë që të punonin bashkë? Jo, nuk është e vështirë. Entuziazmi, vullneti dhe dëshira për të kultivuar një melos të vendit tonë, ajo vështirësitë kalohen kredi dhe s'ka fare vështirësi. Atëherë do dëgjojmë edhe një këngë nga repertuari juaj i Bushën dhe do të rikthehemi sërish bisedës.
Mirë, atëherë vazhdojmë bisedën këtu në studio, pothuaj se me gjithë mysafirët kam parashtruar një pyetje pak më, themi, jo e zakonshme. A mund të mbjetoni me kultivimin e folklorit? A keni mbjetuar dhe a jeni të kënaqur, do të themi, në aspektin material, se në aspektin shpirtëror, ato që e kultivojnë edhe do të Unë që them të drejtën, unë të kundërt, jam i kënaqur në aspektin shpirtëror. Sepse unë mundohem për të kultivuar këtë këngë, e nuk mundohem për të komercializuar. Se po që se e komercializojmë këngën atëherë kemi prish. Prandaj nuk lejoj që kënga e pollogut dhe kënga e bukur shqipe të prishet dhe të plagoset apo të lëndohet. Kështu që shumë më rahat jam kur jam shpirtërisht i kënaqur se sa materialisht. Parja shkon dhe vin. Po ajo që ngel në shpirt, ajo ngel në shpirt. Edhe ajo që ngel në popull, ngel në popull. Edhe për atë jemi shumë të kënaqur. Jo vetë thatë se keni shumë këngë të cilët i kanë marrë këngëtarë dhe tash i kanë përpunuar e rikënduar. Si ndjeni kur i dëgjoni këngët tuaja? A u prishet qefi ajo? Jo, unë ndjem shumë i kënaqur. Një fjalë, vetëm një t'ju them diçka që është shumë e rëndësishme. Një kompozitor na ka thënë neve kështu: këndoni ashtu, që dikush thotë ky e këndon këngën si Jashari dhe Hidajetit, apo ky e këndon këngën e Jasharit të Hidajetit. Për arsye se ju, edhe nëse do të mplakeni thotë, ju rini prapë se ai thotë e këndon këngën tuaj, përmendet emri juaj. E për atë jemi shumë të kënaqur që këngët tona i këndon edhe këngëtarët tjerë. Dhe na vjen mirë kur dikush e këndon edhe më bukur se ne. Se tani me intervenime të instrumente, me intervenime të zërave, mund të zbukurohet, mirë po ajo tabani, ajo baza është e pollogut. Mirë, atë dhe dëgjojmë edhe një këngë nga repertuari juaj. Lulzau me pishajni toj, pse në qohon bretjali me pishte sajni toj, me pishpine sajni toj, pse në qohon, qohon ma shqitjare djallon e tjo pse më doj. Me të vërtet të duhe, mëjro me të vërtet të du. Me rah rruga e gurbetit të uki që me shu. Dile poro sajte, mëjro qish donë me të pro. Dile poro sajte, mëjro qish donë me të pro. Një palë kundra që zëtjallon e dasën me shumë. Një shamoj të bardë bretjallo hije për me vo. Hije për me vo më më tjeke djevijoj. Traje bardhe kuqësi të në da filijoj. Traje bardhe kuqësi të në da filijoj. Po si nuk t'i blije, mëjro, po si nuk t'i blije. Po si nuk t'i blije, mëjro, kundra e shahmaj. Sa të rajon në gurbet, do të mendoj për taj. Sa të rajon në gurbet, do të mendoj për taj. Qoqë malësore, shtatin si se në vije, kjo
si lipja jote potrin përmbi. Si e kjo si lipja jote potrin përmbi. Si e Gjaja por gjallë, mos vine mërzije, kjo dashnia jote m'ka tretem ka shkrije, kjo dashnia jote m'ka tretem ka shkrije. Jap minitinin, ta kesh për kujtime, veç të jese din, veç se shpirti ime, veç të jese din, veç se shpirti ime. Shizije, faqet kur si mole, hajde të di bashkë të lidhim kurore, hajde të di bashkë të lidhim kurore. Jemi këtu në ka fundi e emisionit, jemi minjohës që ishe misafir në emisionin Oda Tetovari, dhe thotë falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe një porosi për shikuesit dhe për ata që kanë dëshirë folklore. Unë ju falenderoj edhe juve që na keni ftuar si misafir i këtij emisioni të Odës Tetovari dhe vazhdonja këtë rrugë që e keni filluar, sepse keni filluar një rrugë të shenjtë dhe kjo do të thotë shumë. Me këtë edhe shpirti ju do të kënaqet, ashtu si thash unë se shpirtërisht jam i kënaqur, edhe ju shpirtërisht do të jeni me këto, me këtë punë që bani me Odën Tetovari. Pra ju falenderoj dhe ju dëshiroj suksese. Dhe për fund këshilla ime kishte me qenë këngëtarët e ri që mendojnë ta kultivojnë këngën e bukur Tetovari, ta marrin atë origjinali si është, edhe nëse bëjnë ndonjë intervenim mos të jetë banal që të kalohet prej asaj normales, kështu që me plot përgjegjësi u them se do të kenë sukses. Po që se vazhdojnë ta këndojnë këngën e bukur Tetovari. Atëherë unë ju uroj shumë fillimisht shëndet, pastaj edhe suksese dhe Oda Tetovari ka dyert e hapura edhe për ju, por edhe për gjithë ata që e kultivojnë folklorin. Faleminderit. Ju falenderoj edhe juve shumë, pra edhe një herë ju uroj suksese dhe Oda Tetovari të jetë sa më e pasur me miq. Faleminderit. Shikues të nderuar, jemi në emisionet e radhës. Bane i karbabën me lale
me lale no, oh me lale no, na kemi shumë asëm me lale no, oh me lale no. Frajke mos na ndajno me lale no, oh me lale no. Frajke mos na ndajno me lale no, oh me lale no. Unë do t'i qoj shmusin me